E parë që dua sot ta ndaj me ju është për 72 orë mbas tragjedisë së Koçanit, asnjë të vdekur prej këtyre të cilët e përjetuan këtë tragjedi. Për momentin në shtet të ne mjekohen afër 78 pacientë, 65 janë në klinikat shtetërore dhe 12 janë apo 13 në klinikat private. 101 pacient janë jashtë shtetit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dal nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot 3 apo 4 pacientë do të lëshohen në shtëpi prej qendrës klinike. Transferi i fundit do të bëhet sot. Vetëm për në Suedi, 5 pacientë dhe mbas asaj nuk kemi më transfere tjera. Dal nga dal mund se do të mendojmë që t'i kthejmë disa pacientë. Dua t'ju informoj se djes bashkë me Ministrin për Punë Jashtme i vizituam 2 spitalet, 2 qendra, ishim në Selanik, 5 pacientë ku janë të vendosur, të gjithë në gjendje stabile, dhe mandej ishim në Sofje, në klinikën Pirogov, ku prej 9 pacientëve, 2 veç janë ekstubuj, janë në gjendje më stabile, dhe shpresoj edhe 2, ashtu sipas mjekëve, 2 do të ekstubohen sot. Kështu që në bazë të informatave që i marrim prej qendrave klinike për 101 pacientët që janë jashtë shtetit, fatmirësisht tash për tash të gjithë janë në situatë relativisht stabile. Dua të theksoj edhe diçka jashtë rrezikut tash për tash, po për jetë. Gjithashtu dua t'ju informoj se sot, pasi që kemi edhe të sëmur tjerë në shtet, të cilët duhet të trajtohen, prej sot programet e pacientëve me kancer do të fillojnë të funksionojnë, kurse prej ditës së nesërme të gjithë pacientët dhe programet në për sallat kirurgjike